Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%. Guvernatori Gent Seko tha se rritja e çmimeve të naftës dhe energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë vetëm një rritje të lehtë dhe të përkohshme të inflacionit gjatë vitit 2026. Inflacioni i çmimeve të konsumit në 3 mujorin e parë ishte 2.5%, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të qerave dhe naftës, ndërsa çmimet e ushqimeve mbeten të stabilizuara. Torrethana Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare, duke mbetur vigjilent ndaj zhvillimeve në tregjet botërore dhe ndikimit të tyre në ekonominë shqiptare. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.5% në 3 mujorin e parë të vitit 2026, duke regjistruar një rritje të lehtë në krahasim me 3 mujorin paraardhës. Në sektorin privat jo bujqësor, rritja e kërkesës ka sjellë punësim dhe paga më të lartë, duke ulur normën e papunësisë në 8.3%, niveli më i ulët historik pas periudhës së tranzicionit. Megjithatë, rritja relativisht e shpejtë e pagave nuk është transmetuar në rritje të çmimeve të konsumit, si pasojë e absorbimit të saj pjesërisht nga rritja e produktivitetit dhe nga rënja e marzhit të fitimit të bizneseve për njësi. Gjithashtu, pritjet për inflacionin afatmesëm vijojnë të mbeten të ankoruara pranë objektivit. Seko theksoi se efektet e presioneve të jashtme pritet të jenë kalimtare dhe nuk do të ndikojnë në trendet afatgjata të ekonomisë. Megjithatë, ai paralajmëroi se konfliktet gjeopolitike në lindjen e mesme mbetet një burim pa sigurie që mund të ndikojnë në inflacion dhe rritje ekonomike në të ardhmen.